Dashi, këtë nëntor digjet si një zjarr i gjallë në një natë vjeshte. Në marrëdhëniet romantike për shenjën e dashit, pasioni përzihet me një dëshirë të re për mirëkuptim të thellë. Nëse jeni në një lidhje, mund ta surprizoni partnerin tuaj me shpërthime të sinqerta dhe momente ëmbëlsie spontane. Më në fund do ta lini butësinë që zakonisht fshini pas armaturës suaj të luftëtarit të shkëlqejë. Nëse jeni beqar, qielli i nëntorit ndriçon takime të papritura, plot energji dhe kuptim, ndoshta me dikë që mund të përputhet me shpirtin tuaj të zjarrt. Sidoqoftë, dëgjoni zemrën tuaj të vrullshme por të sinqertë. Çfarë dëshironi vërtet nga thellësia e marrëdhënieve tuaja? Lëreni autenticitetin tuaj të udhëheqë çdo gjest. Në dashuri këtë muaj, një këshill praktike për ju është të shprehni ndjenjat tuaja pa frikë. Planifikoni një mbrëmje të veçantë ose shkruani ato fjalë të dashura që nuk keni guxuar kur t'i thoni. Guximi juaj i sinqert do të shpërblehet me intimitet dhe besim në rritje. Shëndeti. Në nëntor, gjallëria juaj është në qiell të hapur dhe kjo duket. Zgjoheni në mëngjes me energjinë e freskët të ajrit të pastër të vjeshtës. Trupi juaj i përgjigjet mirë ushtrimeve dhe dëshirës për të lëvizur. Është koha e përsosur për të kanalizuar energjinë tuaj në aktivitete që ju pëlqejnë, si sportet në natyrë ose shëtitjet e gjata në pemë shumë ngjyrëshe. Megjithatë, ruajeni ekuilibrin tuaj. Edhe një shenjë e fortë dhe dinamike si dashi ka nevojë për pushim dhe shërim të brendshëm. Mund të provoni teknika relaksimi ose yoga për të qetësuar mendjen tuaj, veçanërisht në ditët kur ndjeni padurimin që po rritet. Gjumi i rregullt dhe një dietë e pasur do t'ju ndihmojnë të ruani energjinë tuaj natyrale pozitive. Mos harroni se shëndeti nuk ka të bëjë vetëm me forcën fizike, por edhe me harmoninë mendje-trup. Krijoni momente qetësie për të bërë atë që ju bën të ndiheni vërtet mirë. Këshillat në këtë fushë janë të thjeshta, por të fuqishme: stërvitje dhe rikuperim alternativ, aktivitet dhe meditim. Me një ritëm të ekuilibruar, do të arrini në fund të muajit duke u ndjerë të pamposhtur në trup dhe shpirt. Puna. Ambicia e dashit shkëlqen si një dritë udhërrëfyese në zyrë. Në punë, suksesi profesional i dashit në nëntor do të varet nga aftësia juaj për të kombinuar guximin dhe planifikimin. Jeni plot ide dhe iniciativa të guximshme dhe këtë muaj më në fund mund të shihni përpjekjet tuaja të njihen. Një projekt që e keni nisur me pasion mund të japë fryte, ose mund të merrni ato komplimente të merituara nga një vepror. Megjithatë, yjet ju nxisin gjithashtu të reflektoni para veprimeve impulsive. Në pjesën e parë të muajit, disa komunikime mund të ngadalsohen ose mund të lindin keqkuptime të vogla në punë. Mos u dekurajoni, shfrytëzojeni këto pengesa si mundësi për të rishikuar detajet dhe për të rafinuar planet tuaja. A i keni eksploruar të gjitha opsionet tuaja? Pasi të keni sqaruar qëllimet tuaja, asgjë nuk do t'ju ndalojë. Kjo është një kohë ideale për të bashkuar dhe për të ndarë vizionin tuaj me kolegët. Leadershipi juaj natyror, kur kombinohet me dëgjimin dhe bashkëpunimin, do ta çojë grupin drejt suksesit. Si një këshill praktike, përcaktoni një strategji të qartë për secilin projekt dhe mos keni frikë të delegoni kur është e nevojshme. Duke përqendruar energjinë tuaj në prioritetet, do të arrini qëllime ambicioze deri në fund të muajit. Marrëdhëniet shoqërore. Mes agjendës suaj të ngjeshur, nëntori ju ofron gjithashtu dhuratën e lidhjeve të sinqerta. Marrëdhëniet shoqërore të dashit lulëzojnë si manaferat e kuqe në shkurret e dimrit gjatë kësaj kohe, burime të vogla por të çmuara gëzimi. Ju jeni të njohur për pavarësinë tuaj, por tani po zbuloni se sa ngrohtësi mund të sjellë shoqëria e miqve dhe familjes. Mund të organizoni ngjarje spontane, si një darkë e improvizuar ose një pushim fundjavë, duke imagjepsur të gjithë me entuziazmin tuaj ngjitës. Vetëm keni kujdes që të mos përpiqeni gjithmonë të impononi idetë tuaja. Dëgjimi i sugjerimeve të tjerëve do të forcojë miqësitë dhe do t'ju bëjë të ndiheni të vlerësuar për aftësinë tuaj për të bashkëpunuar. Një mik i vjetër mund të shfaqet papritur, duke ju kujtuar vlerën e lidhjeve afatgjata. Mirëpritini këtë rishfaqje me një buzëqeshje. Ato janë mundësi për të falur keqkuptimet e vjetra dhe për të qeshur së bashku mbi kujtimet e bukura. Këshilla ime, dash, është të kultivoni durim në bashkëveprimet tuaja. Bëni një gjest të vogël mirësie pa pritur asgjë në këmbim dhe do të shihni se si rrjeti juaj shoqëror do të bëhet një burim mbështetjeje dhe lumturie të vërtetë. Qëllimi juaj i muajit. Në nëntor, qëllimi juaj kryesor është të kultivoni një ekuilibër harmonik midis zjarrit të pandalshëm të ambicieve tuaja dhe ngrohtësisë së butë të dashurisë suaj.
Mësoni se mund të jeni një luftëtar me një zemër të butë, i vendosur në projektet tuaja, por gjithashtu i pranishëm dhe i hapur me ata që doni. Me këtë kuptim, do të arrini në dhjetor më të fortë, më të mençur dhe të rrethuar nga dashuria e sinqertë që ju nevojitet. Mesazhi përfundimtar për ju është i qartë: veproni me guxim, por edhe me dashuri, dhe ky muaj rritjeje do t'ju sjellë fitore në të gjitha frontet. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.